Shikues të dashur të Radio Televizionit Iliria, jemi në fshatin Boletin te kulla e Isa Boletinit. E sot me neve është Gazmend Boletini, i cili është stërnipi i Isa Boletinit, e për ne dhe shikuesit do të na tregoj më shumë rreth kullës dhe kësaj familje. Edhe njëherë, kjo kullë nuk e ka ruajtur vetëm historinë e familjes, po historinë e kombit tonë shqiptar. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe në emisionin tonë dhe faleminderit që ndave kohë me na tregu më shumë neve dhe shikuesve për historinë e kësaj kulle dhe vetë kullën Isa Boletini. Së pari faleminderit edhe juve që keni gjetë kohë të vini. Madje gjithherë jam në shërbim të popullit që thotë dhe jemi gjithmonë në gatishmërinë e asaj pune që t'i japim sa më shumë informacione për historiatin dhe vlerën e kompleksit kullave të Isa Boletinit. Madje ne gjithmonë për vizitorët kemi edhe momente specifike këtij veni, sepse veni nuk është vetëm veni i kontributit patriotik, është edhe zhvillimi ekonomik, e mbi gjitha është edhe shkolla e parë shqipe e cila është hapur nga vetë Isa Boletini në vitet 1899. Faleminderit shumë, kënaqësia është e jona. Fillimisht, këto vendi është i vjetër shumë, mund të them është një nga vendet më specifike në Republikën e Kosovës, një aset shumë i vlerë kombëtare. Fakt, këto janë rujt edhe vendi, është rujt edhe historia e këtij vendi, edhe ato pjesë më vitale, do të thotë të vjetrat. Fillimisht e kemi gurin, që quajmë guri shenjtë, guri i cili afër 2 shekuj është përballë me luftat që e kanë sulmuar Boletinin, duke filluar nga stërgjyshi i Isës, nga gjyshi i Isës, nga baba i Isës dhe nga vetë Isa Boletini dhe djemtë e tij. Dhe këto e kemi pjesën, një prej pjesëve, gjylet e topave Xhavit Pashës. Pra, ky është vendi ku janë zhvilluar luftat gjatë kohës së Isa Boletinit. Isa Boletinit edhe para Isa Boletinit. Mos të harrojmë se Boletini nuk ka filluar vetëm me Isën, ka filluar edhe para Isës. Është një kontribut i familjes Boletinit 2 shekuj radhazi. Flas vetëm për Boletin. Nuk po flas tash edhe për pjesën sa kanë jetuar në Isneqt e Deçanit. Dhe shprengulla është bo vitin 1750 me shumë arsye. Si familje e madhe që kemi qenë për herë, nuk kemi pajtu asnjëherë me ato pjesë që kanë qenë antikombëtare. Dhe realisht Isa, Sultan Abdulhamiti realisht, po kalojte një pjesë që ka folë për këtë guri, kur ai kishte ofruar Isës pasuri, poste, çiftligje, ai ka refuzuar duke i thënë se ma shumë e du këtë gurin e Boletinit se sarajt e Stambollit. Wow. Prandaj, për ne, familjen ka qenë edhe një amanet kur ka momenti i rivarimit. Këto e kemi voros pranë gurit cilin e ka dashur ma shumë se gjeshkafin. Në anën tjetër janë 2 djemtë e tij, 2 nipat djemtë e vllavit. Hajdarat dhe Idris Radisheva janë meshti i Isa Boletinit. Për edhe një informacion për opinionin, Isa kishte 3 martesa. Realisht ato 2 parat ishin të fejumet e vllaznin e Tisës. Ata e vra lufta dhe i kanë kthy për Isa Boletinin. Gjyshja jon Hamidja, edhe shot e Galica kanë qenë qika të xhallarëve. Edhe gruaja e dyta me Delis ka qenë qika axhës i këtyne dyjave, kështu që këta 3 kanë qenë bashkë. Një lidhje familjare mes këtyne krerëve që që ka pas konvion. Ne, si gjenerat e re, kemi vazhdu këtë traditë të moshme. E mos harrojmë edhe 2 vajzat e Hasanferit, që kanë qenë partë e plavës Gucist, kanë qenë të martume për djemtë e Isa Boletinit, Halilin edhe Mujen. E realisht ato janë hallat e akademik Recep Ferit. Kështu që ne, familja jonë, kemi pas për herë misinë madhe. Dhe në fund, e kemi misin Imam Balaj, kushërini jonë nga fshati Isneq. Misini, do me thonë, janë vrakta të gjithë, edhe në këshillin organizativ qendror të Prishtinës në atë kohë. Kur është bërë rivarimi i Isa Boletinit është bërë dhe një kosisht të bashkë në 10 qershor 2015, është bërë mënyrën me ceremoni shtetërore. Ai sot pushon dhe momentin e rivarimit, këto është po një kthesë e madhe historike e këtij vendi, sepse sot vendi Boletin e ka pronarin e vet,
zotin e shtëpisë. Unë vazhdimisht çdo ditë jam këto, jam me ta. Dhe kam kënaqësi me prit dhe me parcel me milion shqiptarë që vizitojnë këtë vend. E çfarë ndjenjë është për juve që jeni stërnip i këtij emri Kastman Isa Boletinit? Është një pyetje e cila është edhe përgjithësi njëkohësisht. Lutem. Kjo është një pyetje e cila vazhdimisht mnohet nga mediat. Ajo nuk përshkruhet me fjalë, po normalisht që mua dhe më ngarkon me punë tjera. Edhe dëshira ime është që shqiptarët t'ju japin një mesazh të jenë gjithmonë bashkë. Ti jemi asaj fjalës unë jam mirë kur është mirë. Kosova ose Shqipëria, po. Lutem. Ato rilindasit tanë, unë edhe një mision para 3 dite për Top Channel kam thënë se Isa Boletini, Hasan Prishtina, Ismail Qemali dhe Luiz Gorakuqi ishin këto 4 figura që vinin nga familjet e pasura. Këta nuk morën asgjë, këta japën. Hynën të pasën dhe mbetën të varfën në çështjen kombëtare. Edhe të zhvillimit të organizimit kryengritjeve, edhe në hapjen e shkollave shqipe, Isa hapi shkollën këtu. Jo vetëm, po e hapi edhe vitin. Ashtu edhe vendi ku ka qenë shkolla, shkojmë shohim. Tash këtu përballë nesh e kemi një kull. Realisht është ky vendi ku ka jetuar Isa Boletini. Që tamam çtagur, janë themën apo. T'ja u them drejtën se shumë herë njerëzit, edhe kur ju shpjegojnë, ndoshta përjarojnë gjërat, po është mirë t'i përkujtojmë. Realisht këto ka ashtër gjyshi Isës në Boletin, Hajdari, dhe momenti kur kanë ardhur stacionu në këtë vend, pastaj ju tregova edhe më herët, në anën tjetër është Majdani, apo në dokumente quhet edhe Madeni, një guri i cili ka prek majt e teritorit ballkanik më vonë. Në fakt si familje me këtë biznes kemi qëndruar dhe jashtë masit të pasën, sepse edhe sot shihet pozicioni i kompleksit kullave nuk është më kull, është një kale e vërtet rezistencë që ka bërë asaj kohe. Këto gurë të mdhej, realisht Bacaisi ka sjell nga zona Dugaxhinit, edhe kam punu mjeshtrit nga fshati Strec, Usta Mehmeti. Pra, është pjesë që ai thjesht janë prej ti, i ka preka, Po, sigurisht. Okej, se këto sigurisht, ka njerë na kemi dëgju që rregullohen, po është shumë, nështë ka vlerë ma shumë një guri që ai thjesht ka qenë konit. Kulla realisht për herë parë është djeg në kohën e gjyshit Isës Marselit. 2 herë është djeg në kohën e babës Isës Ademit, dhe 3 herë është djeg në kohën e Isa Boletinit. Prandaj Isa këta gurë të mdhej 1 metër gjanë dhe 1 metër gjatë, i ka sjell nga fshat, nga zona Dugaxhinit, ashtu i thot i nipi ti Tafili, cili ka qenë edhe sekretari ti personal, thot agja filloi ndërtimin 1897, 1898 një vit është punu. Imagjino katin e dytë, u dasht 50 konopa sa dora trash, me ngreka 20 bura, kur e kanë ngrit katin e dytë. Dhe qit kulmin, i ka ardhur kaldërmi, e ma vonë i ka ardhur kulmi. Kjo nuk e ka pasë gjatësinë gjatë, edhe pas ndërtimit kësaj kulle, 1899 e hap shkollën e parë shqipe këtu në Boletin. Mësuesi i parë ka qenë Hafiz Emir Efendiu nga Zhabari Mitrovicës, një hoq, një patriot i cili 2 herë nga porta e lartë ka qenë i arrestuar. Bacaisi e ka sjellë këtu në Boletin, ja ka i krejt harxhimet mujore, edhe përveç fëmijëve të tij ka mësuar dhe fëmijët e kësaj zone ku jemi sot. 1908, kulla nuk djegët, sepse s'ka mujt me topa me arënu, nga i nati madh Xhavit Pasha, sepse Isa është plagu. Prej këtu i vartet në Kutlovsk, pi Kutlovsk që shkon te kulla Ahmedilis, prej Ahmedilis vazhdon rrugtimin në teritorin ka vim me Priardhe, fillimisht në Tomas, pastaj në Isneq Shëru, dhe ai e detyron mjeshtrin nga Streci me sjellto, edhe i thot, te ja ke ndërtu kullën, edhe te kemi arënu kullën. Kështu që me shufrat hekrën ndryshe s'ka mujt me rënu këtë kullë. Kulla nalt është kulla grave, është e vitit 1911. Afrohemi, shohim edhe kullën tjetër? Pra, kulla edhe sot, pamja saj e jashtme, edhe mbrëmshme nuk ka ndryshu fare, prej asaj kohe. Edhe realisht kjo i ka gurët e Majdanit, fabrikës dikushme.
sot mundemi prek, këto janë asë një detaj, nuk ka ndryshu fare nga jo kohë. Na këto e kemi fillu, pra kjo është fotoja, është Majdani, Okej, prit. është e vitit 1923, pra. Familja Boletini. Familja Boletini është një kompani austriake, cila ka ardhur më vonë, në kohën mas vrasjes tisës, ka bo kontrat me djemt e isës, edhe ky guri më vonë ushtru për hekurudhën e re është përdor nga Vjena deri në kufi me Maqedoninë e Veriut. Deri vitin 47 kam punu me kapacitet madh, 200 punëtor kam punu me një ndrym, dhe me qënë e merë më me këtë pjesë të historisë, në shumë pjesë të Maqedonisë, Manaster, Shtru, Gostivar, Dibër, Kërqov, Tetov, Shkup, Masninë Bajramsor, Tropoj, në shumë pjesë të Kosovës, akoma e ruajnë me nostalgjit madhe gurin e molleve që i kam blejt dikur për familjes tonë. Dhe kjo dhe në vitin 27, regjimi komunist i asaj kohe ka konfisku komplet pasurinë e familjes Boletini, kulla, fabrika, toka, shtëpia, gjithë, sepse djemt e isës e kanë vazhdu realisht rrugtimin e babait tyre, dhe masnej ndëshkimi komunist ka qenë mizërisht me torturat. Pra, ndëshkimi s'ka qenë gjithmonë vetëm për isën, për emrin e tij, Ja, po ka vazhdu mas çdo pasardhës si ti. sepse ajo porosi, po ajo njëjta porosi, ka vazhdu edhe te brezi 2 i Boletinëve. Ne do të vazhdojmë më vonë. Kjo është një foto kur ka qenë shkollë, kjo objekt, prej vitit 47. Pra, këtu në foto po shihet e njëjta kull ku jemi? Po e njëjta kull. Edhe shihet që është e njëjta edhe... Ja, nuk ka ndryshu këto, nuk ka lëviz. Ndoshta mrena, në kohë ka qenë shumë e randë, sepse ato punë që i kam pas fillu vitet 80 të punohen, edhe me ndalimin e ish regjimit Beogradit, vitin 81 kur fillojnë demonstratat me atë urdhën, edhe punëtorët të fshatit që kam punu, kam fillu me kulmin origjinal, disa pjesë të kullës, edhe ashtu që i ka ndërprej punë i kanë lunë. Pastaj mrena gjendja ka qenë pak e randë. Po ajo që i ka qëndru me vite tana besnike këtij vendi ka qenë guri vetë. Edhe mjeshtrit, kur kam fillu punën, vitin 2005, do me thonë ka qenë me lehtësi me punu, pa e kam punu me plot kënaqësi. Unë besoj e pjesë, edhe kjo tash tabela, kjo edhe tjetra. Familja, po? Po, janë djemë të isës me nipa, ka pas 9 djemë e 5 shika, Hadili, Muja, edhe nipi Tafili, djali vllavit isës, i kanë kryer shkollat për njerë pedagogjike në Stamboll. Është fjala para 115 viteve. Djali i tretë Ademi ka kryer Akademinë Ushtarake Modin atë Italisë me gradën 9 kolonel. Është themeluesi i parë që i hap shkollat ushtarake Tiranë do Shkodër vitin 1918-1919. Është martu me një mësuese nga Shkodra, Dire Bekteshi, që ta vije për një familje intelektualesh, me qenë se vllai i saj, doktor Selami Bekteshi, ishte mjeku i parë në qarkun e Shkodrës. Ademi është viktima e parë e jon komuniste, vitin 43, simpatizuese Enver Hoxhës, Vaçi Shanto, me atentat e vran Ademi në Shkodër, afër kafenesë të madhe. Kafja e madhe në Shkodër është e njoftën, dhe ne me kryetarin Benet Becin kemi bo një bisedë që aty t'i vuti një plak për kujtimore, shej respekti për vrasjen e Ademit. Një foto e djalit tisës na mungon Zaitit. Zaiti ka qenë në Akademi Ushtarake në Vjenë, ka ardhur në pushim, ju ka bashkangjit isës për shpalljen e pavarësisë në Vlorë dhe 18 vjeç u vra me isën Podgoricë. Djali 5, Pajaziti, Akademinë Ushtarake ka mbaru në Vjenë të Austrisë, luftë dytë botërore është zgjedh komandant i gjandarmerisë shqiptare në qeverinë e Gjaferdevës. Pak muaj para se të kapitulante Gjermania këtu në Kosovë, ka emigru në Kairo në Egjipt, kishte miqësi mirë me mbretin Faruk të asaj kohe, dhe është martu me princeshën Mejidi, një prej motra e mbretit Ahmet Zogut. Pastaj fillim vitit 54-55, kur Naseri e rrëzon dinastinë e Mehmet Ali Pashës, realisht mbretin Faruk, emigron në Francë dhe ka vdek nisht Francës.
Ne jemi mundu vazhdimisht, po nuk kam informacione, sepse kë nuk ishte fëmijë me princeshën. Mas nej në Nis, Francës ka vdek vitin 63 dhe ka punu shumë vite në kryqin e kosh ndërkombëtar. Vitin e kalum ja kemi gjetë edhe varen edhe kanë sjell pasaportën e tij. Poshto Musa realisht kjo e ka udhëheq biznesin e shtëpisë, nuk ka qenë apolitik, e kanë arrestu buzibrit kë i kemi pa shtëpijat, edhe mënyrën ma mizore ka myt në burgun e Mitrovicës. Kjo është gjyshi im, djali 7 i Isës, gjyshim ka linë në Stamboll vitin 1905 në Beshiktash, periudhën kur Isa ishte i vetë që internum të Sultan Abdulhamiti, për shkak se ai e refuzoi kërkesën serbe që të hapen filialet e ambasadave ruse në Mitrovic, në Prizren dhe në Manastir, dhe Isa e orzoi ato tezat kryesore rusës serbe, fakt duke bo probleme, e kam pas si problem kryesor të internojnë në Stamboll. Gjyshe e kam baru Akademinë Ushtarake në Novi Sad, gjatë periudhës Austro-Hungarisë, edhe ma vonë me nipin Jusufin. Jusufi ka qenë djali Halilit, për ndryshe ka qenë kryetar i Rakoshit apo zonës të Podgurit, Anika Istovë, luftë dytë botërore, bashkë me gjyshin tim, me Ukshin Kovacicën, Ahmet Selacin, burat e kësaj zone, ishin rezistenca e fundit që i bën partizanëve këtu në Mitrovic, dhe pas i vritën, me 17 prill vitin 47, i kanë të reku komplet të kufomat e tyre, dhe i kanë ekspozu në qytet Mitrovicës një javë ditë rresht një pa populata sërbe, se s'kan besu që i kanë vra. Hala, që dhe i ka qenë me vjetër se baba, agja i madh, baba, e shumë antarë të familjes se majnë me në këtë rast, dhe natën, thojnë i kanë marrë dhe i kanë boros vendet pa njoftër ku, dhe sot nuk e dim ku janë. Djali 8 i Isës, Aslani, ka qenë avokat, jurist, ka qenë kryetari pari ushtrisë, në ardhin e Gjermanëve, vitin 1921, pastaj 1922-23 ka qenë kryetari Gjakovës, 23-24 kryetari Prizrenit, dhe antari lidhjes Prizrenit bashkë me Bedrigjinën. Mas se jenë fuqi Jugoslavia, ajo shtirimi i Jugoslavisë, arrestojnë UDB-ja dhe kanë pushkatu në Prishtinë. Fond Kaplani, kënë uniform, marinën e ka kry në Itali, ka shërbim Pazar 3. Kjo i ka majtë 20 vjetë në Sremska Mitrovic, në burgun e famshëm të Serbisë, dhe kështu familja çdo herë ka kalu në momente tragjike, në dyrtë e tragedive të mëdha, nuk kanë pas më drejta shkollimi, as punësimi, na kanë trajtu si armish në Jugosllavi, edhe pse kemi mbajnë këmbi jamë, na kanë do shku jashtë mase shumë. Vitin 1953, tregojnë shumica e familjes, 90% kanë emigru në përbotë. Valentin sot jetojnë në Brazil, në Angli, në Gjermani, në Itali, në Sloveni, në Bosni, në Shqipëri, vetëm unë jam ka kjo dek këtu në Kosovë. Tjera antarë nuk kam të mitë e halave që janë në Mitrovic, në Pejë, Gjakovë dhe Prizren. Pjesa dërmuese boletint janë në këto shtete. Në 2012, kur e kishëm atë ceremoninë e madhe 100 vjetorit pavarësisë Shqipërisë, kam arrit me sjell nga gjithë bota. Të ju kallëzoj edhe fotën, kemi edhe incizimet, janë edhe intervistat të tyre që japin, po janë edhe anglisht sepse ata kanë lindë e janë rrit atje. Ka qenë një moment si Zoti ma ka plotësu këtë dëshirë, i kam bashku gjithë këto në barë. Ka qenë një moment jashtëzakonshëm. Kontakti i parë ka qenë me Mersën e Kaplanit, e cila jeton është aktore teatri në São Paulo të Brazilit. Madje edhe kur ka ardhur thoshte nona, ma ka pagu biletën, marrë me taku familjen e babës. Ju ka zë dhe fatën, njeriu ma meritor, jo vetëm për familjen, po dhe që i ka jap një pasqyrë të madhe historike është Tafel Boletini, ishte nipi, sekretari dhe bashkëluftari i sa Boletinit, një figurë jashtëzakonshme e lëvizjes kombëtare shqiptare. Fillimisht ka qenë antar i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës vitin 1919 dhe nga vitin 1922 deri vitin 44 ishte 22 vite kryetar komunash.
i Kuksit, Konsipolit, Zërçanit, Peqinit, i Lushnjës, Fjerit, Korçës, Elbasanit, Vlorës, Pevë dhe i Tetovës. Tetov vitin 24 ka mbaru karrierën. 49-51 ka qenë korektor i gazetës Ridinja, pastaj pushteti Mbretënia Sërbe, Slovene, Kroate kishin mundu shumë në për burgje kështu maltretime, po nuk është dorëzu asnjëherë. Vitin 63 ka vendosur përjetësisht me dalë me jetu në Shqipëri, sepse Shqipëria kishte ofru pension për shkak se ka qenë për shumë vite kryetar komunash në atë shtet, dhe para largimit akademik Ali Hadri kishte marrë shumë shënime Gojllana nga Tafili, po edhe kur ka dalë, babës ja kalon një flamur Tisës, që do ta shohim ta shkallin e dytë. Janë edhe shumë fotografi dhe shënime që i kalon, është në arkevi gjallë. Fakt, 3 herë është ribotu. Kujtimet e tina është, janë përveç kronologjisë familjes, ka dhoni pasqyrim, edhe emra që ne në historinë tonë kombëtare s'kemi arrit kur asnjëherë mi ndëgju apo mi mësu. Nuk kam bo kompromis, kjo ka qenë shumë e vërtet. Unë e thash edhe ma herët që këto familje e kanë posedu pasurinë, madje Isa, ka unë do të vazhdoj edhe me ma herët, Isën e kemi kompletu në çdo mënyrë. Do me thonë, me dokumentet huja është fjala, duke fillu nga Stambolli deri në Londër. Është me rëndësi që në kohën e tij, periudhën e tij, ai ka pas një vizion, edhe ajo është shkolla. Ishte hapi i parë shkolla, madje edhe krejt familja ja kemi pa hajrin asaj fryme. Kjo është një pjesë e familjes, që vitin 2012 kam arrit mi bashku nga gjithë bota, kudo që janë, nga Brazili, nga Anglia, pastaj nga Italia, Gjermania, Slovenia, Bosnia, Shqipëria, Kosovë. Tu tash kemi doktor, kemi profesor, kemi aktor teatri, janë njerëz suksesshëm, po që jetojnë që ma 70 vite të vinë vendlindje ka qenë emocion. Kjo ka qenë misioni jam i parë, cilin unë e kom marrë qysh ma herët duke i ly familjen. Realisht pak kemi ditë ku janë, po me ndihmën e internetit kemi arrit një gjetë një ka një. Edhe ajo ndihmesa madhe që këta mbi emrin buletini ka marrë me krenari për krejt të vitë. To janë tash pjesë. Na po i shohim disa figura shumë të çmuara të vendit tonë, edhe ti kemi na treguar është cila është lidhja mes tyre dhe Isa Boletinit. Këto janë lidhja shqiptare e Prizrenit. Fillimisht Isa është historia parë, hapi i parë i tij në kyçjen e çashtjes kombëtare. 15 vjeç ka marrë pjesë në betejën në lidhjen shqiptare Prizrenit, 17 vjeç ka qenë betejë e parë e tij brell të vitit 1881. Dhe nga ajo periudhë kohore dhe deri në vrasjen e tij me 23 janar 1916 janë 35 vjet lufta për shlirim dhe bashkim kombëtar. Në këto tabela shkurta ne kemi mendu shkurtimisht historinë, jetën dhe veprën të Isa Boletinit. Realisht u fillon nga viti 1901, fillimi i qarmatosjes sërbëve nga zona e Kolashinit, një grup sërbsh nga ajo zonë që kanë mendu me bo rebelime nëpër Kosovë dhe ky ka arrit mi qarmatos. Është largimi, debimi dhe vrasja e konzullit Ros vitin 1902-1903, ardha dhe vrasja e tij. Dëbimi i Isës në Stamboll 1902-1906, 4 vite. Pastaj kthimi i tij në qershor vitin 1906, është kuvendi Ferizajt 1908, pajtimi i verave të Lugës 1910, beteja e Ceralevës 1910, dhe nalte kemi në katin e sipër, është kryengritja përgjithshme vitit 12, shlirimi i Shkupit, kuvendi historik i Vlorës, konferenca e Londrës 1913 dhe vrasja e tij 1916. Dhe ne jemi duke mundu çdo herë me kompletu sa më shumë e më shumë. E besoj që kjo do të kalon shumë shpejt edhe aty ku e meriton. Edhe kjo është djepi apo beshtikit që Djepi kanë është dorate OJQ-s Mundësia, është një djep i vjetër. I vjetër. Se e kam vendosur. Madje edhe për vizitor janë shumë atraktive edhe për sy, për ata që s'kan arrit, sendet e vjetra mi pa ma herët. Ne si gjenerat, ndoshta disa po, bashkë edhe krejt. Kur e flasim kullën përgjithësi, cili është ai objekt ose ai gjësen që
për juve ka vlerën më të madhe se krejt gjona tjera. Këto janë dy ato më të vlefshme. Flamuri edhe xhamadani, apo? Xhamadani. Kemi edhe disa tjera djemve ti. E po që ishte edhe Guri që ka luftu, po këto që janë pjesë ai ka bajt. Komplet objekti është interesant. Është një fotografi e vetme që edhe është publiku vitin 1980 dhe është bën nga fotografi i njoftër Petro Dimitro, fotografi nga Korça. Ne e dim për herë si fotografinë e parë që ka sjellë familja Marubi, nga 40 fotografi Enver Hoxha ditës pavarësisë i kishte agjësu, vetëm kjo për fat kishte shpëtu. Madje edhe këto personalitete rreth i sajt akoma s'kemi arrit kur asnjëherë me zbulu kush janë dhe nga vinë. Që janë shumë, unë nuk guxoj me gabu me thonë kë ose aj, po i lejmë kohës, i lejmë edhe shumë historianëve që kanë ala, do me thonë, një përvojë më të madhe dhe se na vetë, dhe besoj që këto duhet të zbulohen. Deklarata e pavarësisë. Kjo është deklarata e pavarësisë. Kohën e fundit është bërë një zbulim i deklaratës pavarësisë origjinale. Cili është nënshkrimi i sa buletinit këtu? Nuk është këtu. Nuk është, okej. Këto është i Recep Mitrovicës, Bedri Pejani, Sali Gjukës, që kanë qenë delegat nga Kosova, madje dhe origjinali parë është gjetë në Strug, edhe tjetri është në Pariz, për arsye se para fillimit të luftës civile vitin 14, Lefnosi ishte dora e djathtë e Ismail Bey Vlorës, cili për shkak sigurisë kishte qitë edhe jashtë Shqipërisë deklaratën origjinale. Dhe ne besoj nga dale, edhe ne si kom do ta kompletojmë historinë tonë kombëtare, sepse ka pas deri vonë dilema të cilat janë bërë dhe shumë debate. Këto i kemi edhe një dhomë, poshtoda tjetër. Këto janë fotografitë dhe historiati konferencës Londrës, vitit 1913, ku dhe vetë Isa ka qenë pjesëmarrës i delegacionit. Madje për këtë figurën, kohën e fundit kemi folë shumë, është Aubrey Herbert, i cili është diplomati parë ndërkombëtar që ka hyrë në territorin e Kosovës. Realisht ka qenë atashe i Britanisë së Madhe në Japan, në Liban, është një sukses të madh që ka tregu. Bretnesha asaj kohe e Anglisë i kishte delegu me inspektu shtrirë ballkanike. Madje fillim vitet 1901, në kujtimet e vet thot kam hyrë nga Shkupi Sanxhak Mitrovic dhe 3 herë është taku me Isa Boletinin këtu ku jemi sot. Është lidhje një miqësi e madhe mes tyre. Me kthimin e tij në Londër, realisht ky ka filluar me shkru edhe për propagandu për çështjen e shqiptarëve ashtu siç i kishte pa gjendë reale këtu. Fillim vitit 1907 e ka themeluar dhe shoqatën anglo-shqiptare me fondin e vet personal, ku edhe sot ajo shoqatë pozitivisht punon çështjen tonë. Madje edhe kur ka momenti i konferencës Londrës, ja ku i kemi foton këtu, Herbert e ka luajtur edhe rolin e avokatit kombit shqiptar përgjithësi. Këto është momenti mbritjes delegacionit tonë në brigjet angleze, kur thot ky vet, kur krejt kanë shku në hotel me kry Ismail Qemalin, në këtë shtëpi, me dyrët e 4-ta, në Bruton Street 28, është qendra e Londrës, është edhe shtëpia e familjes Herbert, një familje aristokrate. Thotë ne kisha nderin ta kisha mysafir timin personal vetë Isa Boletinin. Prandaj gjatë gjithë kohës së konferencës Londrës, edhe ky vetë e cek një moment, thotë se sa herë kemi dalë me shetit me Isa Boletinin, nuk ka pas anglez apo angleze që se na një moment me shiku, sepse veshja ti kombëtare e karakterizonte e kthejke vëmendjen kulturës evropiane, edhe ishte me i fjallë dhe i humbën, edhe ishte shumë i brengosën për ato momente që më në fund Evropa e bëri një padrejtësi kombit tonë, ku edhe sot jetojnë 5 shtete. Dihet që Konti Berthold është një nga përkrasit më i madh me ish kryeministrin italian. Këto ishin propozimet Italisë dhe Austro-Hungarisë, 24.000 km2, dhe s'fundi në ndan pa drejt, dhe mas konferencës Londrës edhe zgjati 3 muaj, nga dhjetori deri në mars, është caktohet si administratori i Shqipërisë
princi i Austrisë, princ William von Wiede. Këtu shifet një foto, këto janë fotografitë e vjetra, cilat tregojnë që Isa kur e ka mbrojt Durrësin nga rebelet e Satpashës dhe Haxhi Qamilave, është princesha Sofia, princ Vidi, Isa Boletini dhe koloneli Ludevik Thompson. Ajo foto e famshme e Isës poshtë që kemi katin përdes, është dalë para kësaj godine, kuja kishte caktuar qeveria e Vlorës me njerëzit e tij në Dors, dhe Thompson e kishte Isën një mik të madh, ky ka qenë holandez. Në moment që Shqipëria shpallët shtet, ky ka ardhur vullnetarisht me trajnu ushtrinë shqiptare dhe është vrarë kundër rebelave të Satpashës në Dors. Aty ku sot është vrarë e ka dhe bustin, afër kales bizantine, madje trupi i tij pa jetë, kur ka shku në Amsterdam, mbreti i Holandës ja kishte bërë një varrim madhështor, vetëm se kishte me ndihmu një popull të vogël në Ballkan. Profa na tregon për fond cilët janë ata nxënësa që kanë mësuar këtë shkollë, kanë mësuar këtë kull, po sot njihen për vendin tonë, janë figura të njohura. Nëse dikon e kujton për tyne ose njeh, a din tregona që le ta dëgjon edhe publiku. Po tash sukses shumë ka, po për ato të mu që më kujtohen për momentin, është kryeprokurori i shtetit, Nazmi Peci, e kemi profesorin universitar të elektros, që ka dhënë edhe matematikë dy matematika në fakultetin e elektros, Indjer Hajdar Peci. Pastaj kemi doktorin otorinolaringologun Agim Pecin, edhe sfundi kemi ish deputetin e Parlamentit Republikës Kosovës, Ramadan Kelmendin, i cili realisht ka qenë edhe nxënës, edhe mësues i kësaj shkolle, edhe sfundi edhe deputet që ka dhënë një kontribut. Kërkoj ndjesh ndoshta për momentin nga emocionet, nuk më kujtohen edhe të tjerë, po vendi është me plot histori. Ne po shpresojmë që do ta ndajmë edhe një kand, duke i kujtu këto figura, këto emra të mëdhej që kanë dalë direkt edhe i kanë shërbyer Republikës, institucioneve të Republikës Kosovës. Puna ime është me përkujtu, mos me harru, dhe besoj që edhe ata që do të vinë pas meje, në ta vazhdojnë këtë rrugtim, nuk është i lehtë, sepse të ecësh rrugës historisë parëve tu, do të jenë hapa të sigurt, mos me gabu, sigurisht. Nuk janë vetëm hapa të familjes, po janë hapa të gjithë kombit shqiptar. Ta dini që në ndi jashtëzakonisht vetën krenar me vizitat e juve, që na vini këto dhe merrni informacione, dhe unë asnjëherë s'pritoj t'i japim. Ndoshta nuk kemi edhe shumë herë në informacione, nuk mundem me jap komplet atë historiatin qysh e meriton vendi, po mundohemi ato pikat referuese të sajna me jap për opinionin. Dhe fëmijët, sidomos duke filluar nga shkollat fillore, të mesme, nivelit akademik, institucionet tona shtetërore, sidomos edhe studentët e historisë dhe fakultetit filologjik që na vizitojnë vazhdimisht, po mbi gjithë ata është një ditë e verës, kulla është e hapur vazhdimisht, dhe neve gjithmonë me emocion, duhet ta dini edhe jo që merrni me media. Njerëz të gurbetit, shqiptarët që janë emigrim, duhet të jemi të kujdesshëm ndaj tyre, sepse ata kanë kryer një punë të jashtëzakonisht madhe. Ishin ato momentet kur ne ishim në okupimin barbaro-serb dhe na ndihmuan që të jemi të lirë sot në Kosovën tonë, dhe besoj që na vjen një bashkim i cili mund brejnë ajo, sepse ne duhet të hesmi përpara, jemi një komb që kemi dhënë figurat mëdha, dhe me ato figura jo vetëm ne, po krejt Evropa dhe Ballkani krenohet duke filluar nga Gjergj Kastrioti, Skënderbeu deri tek nana e madhe, nana Tereza. Besoj që ne ja kemi obligim historisë, të jemi sa më afër njëri tjetrit, të jemi bashkëpunëtor. Me qenë so nuk jam asnjëherë në politikë, po mbrejnë ato që duhet të jemi, ta formojmë shtetin tonë ashtu që kemi formuar me gjak e me mund e me shumë sakrifica.
Prof, faleminderit shumë për shpjegimet që na dha deri tani, faleminderit për mesazhin që përquat tek publiku, për neve ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit edhe juve dhe gjithë atyre që na ndëgjojnë. Ju uroj shëndet, sukses, edhe të shohim përpara këtë vendin tonë. Kjo kull mban në vete historinë e popullit shqiptar që nuk harrohet kurrë. Nga kulla e Isa Boletinit, mirëmbetëshi.